Këshilli Rregullorës dhe i Mandateve pranoi kërkesën e deputetit Tom Doshi për shtyrjen e mbledhjes ku ishte parashikuar të shqyrtohej kërkesa prokurorisë së përgjithshme për autorizim për arrestimin e Doshit dhe deputetit tjetër, Mark Froko. Në përfundim të mbledhjes, deputeti i Partisë Demokratike Eduard Halimi vlerësoi se Këshilli Rregullorës po punon me dy standarde, ndërsa theksoi se seanca planifikuar për të mërkurën do të zhvillohet në praninë të medias, siç është kërkuar dhe nga vetë deputeti Tom Doshi. Kërkesa e parë kishte të bënte me publicitetin e kësaj seance të Këshillit, bazuar kjo në rregulloren e parlamentit, bazuar gjithashtu dhe në një standard të vendosur gjatë gjithë këtyre viteve në parlament, ku seancat dëgjimore me deputetët, të cilët i është kërkuar të hiqet apo kufizohet imuniteti, kanë qenë gjithmonë publike. Standardi i transparencës sa asaj që ndodh në Kuvendin e Shqipërisë ndaj qytetarëve është një standard krucial për funksionimin e parlamentit. Çështja e dytë, procedurale, kishte të bënte me kërkesën e bërë edhe në seancën e kaluar nga zoti Ristani për vendosjen në rendite edhe të një deputeti tjetër për përheqjen e mandatit të deputetit tjetër, të deputetit Kokdhima, pasi është po ky Këshill i cili vendos edhe lidhur me këtë kërkesë, në mënyrë që të mos kemi dy standarde. Lidhur me çështjen e transparencës, u arrit në konkluzionin se seanca e radhës që do të jetë ditën e mërkurë do të jetë në prani të medias, pra deputetët të cilët i kërkohet nga prokuroria të arrestohen, kanë të drejtën e tyre për të dëgjuar në mënyrë publike në Këshillin e Rregullorës. Opozita nga ana saj kritikoi mazhorancën që i trajton sipas lëvërdisë politike kërkesat që depozitohen në kuvend, ku kanë sjellë në vëmendje se kanë lënë në sirtar kërkesën e opozitës për heqjen e mandatit të deputetit socialist Koço Kokdhima, sipas opozitës, përfituesi fondeve publike, pasi ka marrë mandatin e deputetit.